Tu sot është mirë tjetë protagonisti i librit Shkëllëzën Gashi me ekipin e vete, me ata shifëpolqit, të shohen këtë plak me emra, be emra të morin. Atë idiot, po tham prap, i cili dihet qëllimi për çka e ka bërë edhe atë ekspozit që është bërë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse ministra Gervalla ka blerë libra dhe ka shpërndarë për diplomaci. Si sot i di këtë masakër që ka ndodhur, një masakër barbare nga forcat serbe, nga ushtria, policia, paramilitarët që kanë bërë në Rezall, mbi 107 vjet në vrarë, masakruar. Tu sot është mirë tjetë protagonisti i librit Shkëllëzën Gashi me ekipin e vete, me ata shifëpolqit, të shohen këtë plak me emra, be emra të morin dhe të dinë që këtu në këtë vend ka pas masakër, jo të në këtë vend, po në tërë teritorin e Kosovës ka pas masakra. Dhe ky muj tash që fillon deri në qershor, ne do të shkojmë vizitë të gjitha masakrat dhe të gjithë terrenit do t'i vizitojmë. Në vend që këto institucione ta ngrisin zanin dhe nuk e kanë edhe një fjalë vetme për të bërë thirrje Këshillit të Evropës dhe Parlamentit Evropian për të rishikuar rezolutën mbi të cilën është ngrit gjykata speciale për të bërë padrejtësi luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ata financojnë njerëz të tillë që burim të informacionet e kanë ish-pushtuesin tonë, Serbinë dhe shërbimin sekret të këtij shteti. Prandaj ne edhe ditë kemi thënë që do të bëjmë edhe kallëzim pranë organeve të drejtësisë, mirë po me qenë se intervenimi i prokurorisë dhe marrjen në intervistë atë idiot, po tham prap, i cili dihet qëllimi për çka e ka bërë edhe atë ekspozit. Merr në mend është shqetësuese kur thuhet nga ky person që ishte këshilltari i kryeministrit, nga ky person që është financu libri i tij dhe domi ju është bërë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse ministra Gervalla ka blerë libra dhe ka shpërndarë për diplomaci, po edhe ky vetë ka shit librat e tilla, kështu që mendoj se do të mbetet punë e prokurorisë dhe do të merret një vendim dhe ne kemi kërkuar dhe kërkojmë që nxjerrët ligji për mbrojtjen e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ata që dojnë me shkru referenca dhe dëshmi të sakta faktike mund t'i marrin nga organet kompetente që janë institucionet shkencore, në këtë rast Instituti Historisë Albanologjik, Akademia e Shkencave,